është një profesion që mendoj se kam bërë zgjedhjen e dur, mendoj që është një mision që duhet bërë çdo ditë. Kleti Treska është krye infermieri i urgjencës në Spitalin Rajonal të Korçës. Prej 16 vitesh ai punon në këtë shërbim së bashku me një grup infermierësh të tjerë, të cilët janë përballja e parë me pacientët, jo vetëm brenda ambienteve të spitalit, por edhe në urgjencat jashtë. Mundohemi që të jemi sa më të thjeshtë, mundohemi që t'ju japim sa herë nga një përgjigje për çdo pyetje që ata kanë. Mundohemi që të paktën të ndjejnë një farë shërbimi. Periudha e pandemisë së Covid mbetet një ndër më të vështirat për personelin infermieror. Përballë frikës dhe pasigurisë, ata qëndruan pranë pacientëve të infektuar. Mendoheshim që ishim vija e parë, ishim ne, ata që përballeshin me situata dhe me këtë virus të panjohur se çfarë po bënte dhe si po bënte. Në çdo individ, një qasje ndryshe, virusi ndaj ta. Për infermierin korçar, çdo urgjencë është një sfidë më vete, çdo telefonat, çdo rast dhe çdo pacient kërkon reagim të shpejtë dhe përkushtim maksimal. Urgjenca në të vërtetë është një diçka e shpejtë, një diçka që koha e pritjes është zero. Për çdo pacient, për çdo situatë, për çdo ngjarje. Një urgjencë që mund të jesh kudo dhe për këdo. Ai tregon se të vetmet momente kur ka menduar largimin nga vendi kanë qenë ato kur puna dhe sakrifica e tyre nuk është vlerësuar sa duhet. Kemi dëshirën e plotë, është pjesë e profilit tonë të punës, që durojmë dhe të sharat, dhe ofendimet, dhe presionet, me vend e pa vend, me situata nga më të ndryshmet. Infermierët e Spitalit Rajonal të Korçës mbeten njerëzit e sakrificës së heshtur që çdo ditë përballen me jetën dhe vdekjen, duke qenë gjithmonë pranë pacientëve në momentet më të vështira.